Mirë dita. E di që jeni të lodhe që jeni arë për punë edhe si të hini nderë, po më do këtë halas keni milion qontën edhe setër me vjerë. Keni me thonë, qka ka me hangër? O, grua, o, burra. Sot do të bojmë diqka me peshk të vogël, sardele. Dikush në tëtë gilica, po qëto që na i bjen arsimi nuk jenë gilica, po jenë sardele të vogla. Kështu që arsimi let na i bjen peshkun edhe na po presëm. Hajde arsi maga. Ja keni me më lodhë, dhe që edhe ku me të lodhë, po di. Që na ka pru arsimi, qëto e qëto peshtë të vëllë, edhe që këj ka kaj lëdhë, kontrollojmë pak qa ka, qa s'ka, të mirë ka kam bollë, mujmë fillimisht vajnë e qesim këtu për me vlu, dhe më thonë, tash. Këna qitë pak ma herët, që këtë qaj vaj, do të me pas kujdes me të shumë, mos me e djekë shumë vajnë, po edhe mos me e lonë pa djekë, dhe më thonë, kemi thonë edhe në emisionet e kalume, dhe më thonë, për me vërtetu, se paraparsisht do të jetë 170-180 gradë, mirë po, për me vërtetu, e provojmë me peshk, a është gati, as është. Dhe më thonë, këto kemë veç gati, tash deri sa të marinojmë në këto pak, fillimisht, vetëm një kryp. Sa këto ingredientë të tjera që i kemë, to ja bojmë një lloj dressingu, për me ngjy, dhe më thonë peshkun në dressing, mirë po, fillimisht vetëm pak e kryposëm, se kur të nxjerrim prej vajt, e kryposëm edhe ma shumë. Pak njërë sa me pasat dretën, qështu. Edhe pak qështu, bravo. Tash do të pas kujdes. Me marë, mos me lëshu se stërpik, po me marë me luk me qitë kadal, avash, i du të me pas kujdes. Këto kanë ujë shumë, edhe në kombinim me vajnë, du të me pas kujdes. Që kjo dhe qështu, mirë është. Tash, e lojmë këto me vlu paraparsisht 10 minuta. Në ndërkohë, deri sa kjo bohet, na veç ja bojmë dressingun peshkut, do t'ja bojmë një dressing me fillimisht me majonez, qep, të grimi shumë
shumë. Limon gjithsesi. Qështu. Pak domate. Pak më vonë. Edhe limon shtypur, po edhe lang limoni. Lang I limonit. Dikush e praktikon, po është shumë më I ashpër. Ajo shija e thartë është shumë e shprehur. Në konkret është që kombinimi I 4 shijeve, që po të përmend edhe ma në emisionet e ma pashme, vinë shpreje dhe më thonë 4 shije. Ambël, jo, të thartë dhe njën. Dhe më thonë nëse këto balansohen, qëto 4 shije, atër te veç mundesh me shiju dhe vjen shpreje basha e shije që kërkohet në kulinari. Pak ullë që shtu të cumë. Edhe këto që shtu, e grimcujmim. Magdanaz. Vajt të hudrës. Edhe me rane I grinë të hudrës të gale. Me du të një pas që atjet non stop. Me që shekem. Krypën. Biberin. Vajnë e ullirit. 2 luk, 3 luk paraparsisht. Edhe me përzi që shtu sa të mujmë, deri sa të na bëhet homogenizimi edhe bashkimi I këtyre komponenteve. Okej. Të këqyrim ta shto që shekem. Që shtu. Edhe pak. Qëto dhe më dhëmë e kemë gati. Qëto po e qesëm që qëto. Qështu. Ma duhet limoni pak ma vonë. Se kuj kemi pjatën qëto. Dekorojmë pak me roket salat apo me rukoll. Ndërkohë, marëm pak letër për me e thith vajnë peshkut, që shto, shto qesëm peshkun, ja thith vajnë pak, edhe pak. 1 minut, 2, ajo veç është gati. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtojmë mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe I mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Kjo tash e kem gati, që është të nalëm qëto, edhe
E qesim na qëto që kjo me u kullu. Qështu. Na kësaj tash i qesim këp ma shumë, qështë ta më heret, se këto kanë pak, se kanë atë dhetën që duhet me konë pak ma gjelta, qëto qesim qështu në mes, edhe tash që me do qështu, pse në zeta, po për mu nuk jënë qatë shumë. Limon të qesim pak edhe që kjo është qajo që neve na pëlqen, na konvenon, na disponon. Më stjelom edhe qëto 2 domate që të përmduke si katë për rinë. E që shimë qana ka të fru pak qëtë, ha? Që qështu, e që qitë një qështu, sa me athi pak. Qana, e që edhe një lime pas ka me qështu, e qitë që qështu, me se ku që zbohet. Që kjo është qajo që duhet me thonë ju bof mirë edhe me gjithë neve bashkë. Deri nesër.